Andoela, mendon që doktori ka strategji për të përcaktuar me këtë mekanizëm trashëgimtari në arshëm të kësaj partie? Ai shkon edhe një hap më tej, sepse kupton që pavarësisht se ai është një gines në politikën shqiptare po, se shkufiri biologjik është universal për gjithë qenët njerëzore. Po mendon, përveç se të forcoj, po themi, partinë me njerëz më besnik, që ka dhënë prova që nuk i ngulin thikën pas spine, por dhe po projekton trashëgimtarin? Ke dhëna për këtë? Po sigurisht që po, që Zoti Berisha e ka këtë gjë. Problemi është që edhe llafet apo informacionet që dolën kur Zoti Berisha ajo teoria konspirative që amerikanët i kërkuan që të futej Argita Berisha në drejtimin e Partisë Demokratike me qëllim që Zoti Berisha të largohet përfundimisht nga politika. Argita është vetëm në ngrada, mos i pas kanë thonë këtij tiki Argita Berisha nuk e pranoi ofertën e babait të saj për të qenë drejtuese e Partisë Demokratike. Tani, çfarë ndodh? Ne shikojmë që Zoti Berisha në krah ka një shpur të tërë, një armaturë të tërë njerëzish, të cilët vinë nga fusha të ndryshme të shoqërisë dhe me nivele të ndryshme. Ka nga ata që janë me precedent penal, ka nga ata që kanë një formim shumë të mirë dhe njerëz me background edhe me sigurisht edhe për të bërë karrierë në politik, por nuk është vetëm Zoti Berisha që unë i mshoj këtij fakti që nuk është vetëm Zoti Berisha që vendos pikërisht për këta njerëz. Këta njerëz nuk duhet të jenë vetëm të besuarit e Zoti Berisha, po duhet të jenë të besuarit e Argita Berishës, duhet të jenë të besuarit e Shkëlqen Berishës. Pra, nëse Zoti Berisha e ka një plan për ta bërë partinë e tij edhe një herë siç e do, me njerëzit që nuk e tradhtojnë dhe nuk i ngulin atë thikën mbas shpine, ka edhe nga ata të cilët synojnë që me ikjen e tij, jo me ikjen e tij nga pozicioni, po me largimin e tij nga jeta, ata do të jenë pretendentët kryesorë për të marrë partinë në dorë. Mas logjikës tuaj do të jetë Argita me Shkëlqenin. Se me çin konsultohet ai për njerëzit me këto. Domethënë këto e vendosin pra partinë. Ato po thotë, thot pasën fare që s'ka ndonjë problem. Unë mendoj për shembull, ti je i sigurt që Zoti Berisha e di shumë mirë që brenda atyre listave ka njerëz që kanë familjar me precedent penal. Okej? Dhe prap i vë në primare dhe prap i vendos në lista të hapura dhe prap synon. Nuk pyesin për. Tani, nëse ai sfidon me fatin e tjetrit, okej, sa ai e shikon se çfarë politike bëhet dhe thotë pse mos ta bëj dhe unë. Këta janë njerëz që vetë ofrohen se nuk kanë gjë për të humbur, kështu që ne do shikojmë çuditëra, se unë nuk parashikoj që Berisha në këtë garë të dalë i fituar qoftë edhe me këtë lloj formule.